Përshëndetje, mirë se vini në epizodin e radhës të podcastit të Institutit Evropës Juglindore për politika shëndetësore dhe sociale. Si që kemi thënë edhe në epizodat e kaluara, ky podcast ka për qëllim që të ofrojë një hapësirë për bashkëbisedim, për me nda mësimet, përvojat, idetë, praktikat që kanë për qëllim me avancu politikbërjen lidhur me çështje shëndetësore dhe sociale. Sot kemi me ne mysafir Dr. Driton Ukmota, ekspert i menaxhimit shëndetësor, i cili ka një përvojë të gjatë në udhëheqjen dhe menaxhimin e institucioneve shëndetësore, përfshirë edhe udhëheqjen në reforme më substanciale në qendrën klinike universitare të Kosovës. Dr. Driton, mirë se vjen dhe faleminderit shumë për kohën tuaj. Jam i nderuar që më keftu edhe do të mundona me qenë sa ma praktike dhe sa ma i qartë, mënyrë që me ja u madhnu këtë emision të mirë që i keni bojë, cili po më duket është i pari i këtij modeli që i trajton disa tema në shëndetësi cilat që në trajtu për para. Kështu që faleminderit që më keftu edhe shkojmë, ecim. Faleminderit shumë, Dr. Driton. Na kemi mendu përmes kësaj epizodis me dresu apo me diskutu 3 tema, cilat kanë bërë një me përvojën e juaj, kur keni qenë pjesë e menaxhimit të qendrës klinike universitare të Kosovës, cilat kanë qenë sfidat, qoftë në fushën e administrimit apo të fushën e menaxheriale, por edhe cilat janë disa prej prioriteteve të cilat kishin pas mundësi me ndihmu për forcimin e sistemit shëndetësor. Tani, duke kthyer mbrapa në kohën ku keni qenë pjesë e menaxhmentit të QKUK-s, sepse kur na flasim për spitalet, mendojmë për një godim, mendojmë për profesionistë shëndetësor, mendojmë për pacientët, a mundini me na tregu cilat kanë qenë problemet në fushën organizative, menaxheriale në QKUK, në kohën kur ju keni qenë pjesë në pjesën e reformimit, po edhe në pjesën e menaxhmentit. Faleminderit për pyetjen. Ajo punë ka filluar në vitin 2017 dhe ka zgjatur deri në vitin 2020, dikun verës në korrekt të vitit 2020, pasi ka filluar pandemia. Kam qenë i angazhuar prej donatorëve të huaj ta ndihmoj drejtorin e SHKUK-s, Dr. Basri Sediu, i cili ka bërë një punë të shkëlqyer në atë kohë. Kemi punu si binom, unë e kam pru eksperiencën prej vendeve të huaja, prej sektorit privat, ndërsa e kam pru eksperiencën në mënyrë që të bëjmë përmirësime sa më të mëdha në ofrimin e shërbimeve publike. Nëse flasim për gjendjen si ka qenë në vitin 2017 në QKUK dhe spitalet e përgjithshme, ka qenë gjendje shumë e rëndë. Më kujtohet, ka qenë gjendje e rëndë në aspektin e furnizimit me bana, gjendje shumë e rëndë në aspektin e pagave të mjekëve dhe të infermierëve, kanë qenë të ulta, ka qenë shumë e rëndë në aspektin e organizimit punës, ka qenë shumë e rëndë infrastruktura, muj me thonë një katrahur e vërtet, të cilën në fillim kur kam shku aty nuk kam mujt me besu që mundet me ekzistu një situatë e tillë, edhe i përgëzoj personelin mjekësor, edhe infermierët, edhe mjekët që kam punu në ato kushte aq të vështira. Për me zbërthy pak ma shumë në baza ditore apo në praktik, sa është sfiduese me menaxhu, për shembull, njërin prej institucione më të komplekse, sikurse është qendra klinike universitare e Kosovës? Menaxhimi i institucioneve shëndetësore është shumë punë komplekse. Menaxhimi i një institucioni në Kosovë, një institucioni të tillë është edhe më shumë kompleks se sa një institucioni në ndonjë vend tjetër i cili është më i organizuar dhe më i zhvilluar këtë drejtim. Për një menaxhim të mirë duhet me pas qasje gjithëpërfshirëse, me i trajtu të gjitha temat në njëjtën kohë, me pas një ekip të mirë i cili funksionon si ekip i përgjithshëm, domethënë secili kryen punën e vet me një shpejtësi të caktuar, nuk shkon dikush më shpejt, dikush më ngadale, me u bë një strategji e mirëfill, një plan i mirë, edhe me ja fillu prej fokusimit në trajtimin e pacientëve, furnizimin me bana, pastrimin apo infrastrukturën në përgjithësi, çështjet e sigurisë, çështjet e IT-s, çështjet e zhvillimit, e shumë çështje tjera.
Specifikisht në QKU, kur kemi fillu atë në 2017, kemi fillu të miremi me çështjet një nga një. Së pari kemi fillu me u marrë me krijimin e kushteve për dinitoze, për poliklinikat e pacientëve. Në atë kohë poliklinikat kanë qenë në për podrumet e kirurgjisë dhe podrumet e tash është ajo ortopedia vjetër, ka qenë aty për fundi objektit ku është kardiokirurgjia sot. Ka qenë kushtet të tmerrshme, hapësira ndome me drosa, mjeku të punu pa rend, 5-6 pacientat njëjtën kohë në dhomë, po me pamundësimi ju dediku pacientin përgjithësi, knena ka kirurgjia era, duhet dirçin ujrat e zeza, dhe kjo ka qenë prioriteti i parë. Edhe kemi arrit me formua këtë farë objektin e ambulantave, poliklinikave të përgjithshme, kemi digitalizuar, kemi vënu me rënë dhe o kryu, o sanu ai problem i madh. Mandej problemi tjetër ka qenë barna. Atër buxheti për barna ka qenë shumë i vogël, po edhe menaxhimi i barnave nuk ka qenë çysh është sot. Nuk ka pas një software i cili i regjistron barnat, nuk ka pas depo spitalore të mirëfillta, nuk ka pas barnatore spitalore, gjithaj vend e ka pas 3 barnatore spitalore, kurse sot i ka 11-12 dhe procesi është i digitalizuar dhe funksionon shumë mirë. Dhe me thonë, banat, poliklinikat, mandej trajtimi i pacientëve të shtrim, definimi i proceseve në aspektin e infermierisë, kujdestarive, përcjelljes së pacientëve, shkarkimit të mjekëve që kanë qenë të mbi ngarkuar me punë, e gjëra të tilla, një punë shumë e madhe. Po, kur e shikoj prej kanvestrimit sotëm edhe kur e lexova sidomos raportin e SHSKUK-s të vitit 2025, unë iva shumë i gëzuar se e parë që kemi bërë një bazë të mirë e cila ka vazhduar me një kontinuitet shumë të mirë dhe sot funksionon ai vend shumë më mirë se që ka funksionuar para viteve, cilat kur kemi filluar me bërë reforma. Kadër të listës e pyetje sa që mundu për me i grupu, njëra prej tema që deshta me diskutu është llogaridhënia. Monitorimi dhe cilësia shërbimeve, këtë rast shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare të Kosovës. Pyetja ka të bëjë sa praktikohet llogaridhënia, sa praktikohet monitorimi dhe matja performancës në QKUK. Nëse kthehena në atë kohën e 2017-s, matja performancës ka pas kurfar kuptimi. Se ka qenë qaq puna qaq e nevojshme me u punu, me u përmirësu puna, që ku ka qenë shumë e pa mundur me vënu indikatora apo targeta për me matë një performansë. Se është dasht me u kriju kushtet mjekëve, me u ble pajisjen, me u kriju ambientin, me u rrit rrogën, me u gjetë barnat, me u pru kolekt, me u shtu infermjerët, me u shtu teknik, me u rregullu çështje tjera që janë të ndërlidhura. Sot sa është ajo në kulturën tonë, si popullat, puna me indikator, me planifikime tilla, na nuk e kemi fort në kulturën tonë një qasje të tillë. Jemi pak më artistik nëse muna me e qujtë kështu këtë pjesë të mënyrës se si veprojmë na. A duhet me pas matjet indikatorëve? Po. A ndihmojnë në zhvillimin e punës? Ndihmojnë shumë. Indikatorë kryesorë cilët i mendoj që duhet mi përcjell janë për shembull numri i pacientëve që trajtohen në poliklinika, mandej numri i pacientëve që operohen, utilizimi i shtretërve, koha mesatare sa në arrin pacientin në një shtrat në njërin prej institucioneve QKU, klinika QKU apo në spitalet përgjithshme. Mandej ka shumë indikator, cilët nëse vendosen drejt dhe përcjellen mirë dhe ki një ekip e cila mirë apo një software në ditën e sotit, se sot këto gjëra po kryen me inteligjencë artificiale, ndihmojnë shumë në zhvillimin edhe
edhe për përmirësimin e punës edhe kushteve gjitha gjanave që janë të ndërlidhura. A mundemi mi marrë disa shembuj? Për shembull, si ka qenë gjendja se përket shfrytëzimërisë së shtretërve, si është në vendet tjera, çka tregon kjo? Shfrytëzueshmëria ka qenë shumë e vogël, po për mos më kthy në 2017, po rri në raportin e fundit që KUK-s të vit 2025-s, se i kam më të festa përqindjet. Do thonë, sipas raportit të vitit 2025 të SHSKUK-s në QKUK, utilizimi i shtretërve apo shfrytëzueshmëria e shtretërve është diku rreth 64%, ndërsa në spitalet përgjithshme ishte raportuar diku rreth 40 e diçka %. Koha mesatare e qëndrimit pacientave diku 4 ditë, edhe tash ti pyeta është kjo reale, unë them nuk është reale. Mas pari numri i shtretërve të QKUK-s nuk është real, se është një numër me cilin dikush thot 1200, dikush thot 1400, dikush thot 1300. Unë e di që shumë nga shtretërit janë shëndru në dhoma intervenimi apo dhoma të mjekëve, se është dasht me u bo, edhe nuk është bë një inventar i cili e thot sakt sa shtretër ka. Do me mandej disperzimi apo shpërndarja shtretërve në për departamente nuk e ka një farë uniformiteti në aspektin e patologjive dhe numrit pacientëve, po është e rastësishme. Një klinikë është ndërtu me një kohë, ka ma shumë shtretër, një klinikë është ndërtu ma mati, ka ma pak shtretër, edhe kjo e krijon që një problem në vete. Tash, sa duhet me qenë utilizimi, a është i knaqshëm, nëse është 62-64%, është shumë i paknaqshëm, duhet me konë 90%, 80%. A është i knaqshëm në spitalet përgjithshme, ku është 40%, është dhe me thonë është katastrofë. Pse janë këto cifra, ka arsye ndryshme, trajtimi në sektorin privat, trajtimi jashtë shtetit, trajtimin QKUK për spitalet e përgjithshme, se njerëz direkt vinë në QKUK e te kalojnë spitalin e përgjithshëm, neglizhenca që kemi bërë ndaj këtyre spitaleve, mungesa e mjekëve të caktuar edhe shumë gjëra tjera. Vetëm po mesim edhe te koha mesatare e qëndrimit në spital 4 ditë, për mua që është raportuar është e pamundur, për shkak se në Evropë është diku 8-9 ditë. Kur e krahasojmë Evropën me metodologjinë cila përdoret atje minimal invazive dhe qasin që pacienti menajt sa më pak në spital, edhe krahasoj me metodologjinë apo nivelin e pajisjeve cilat i kemi na nëpër spitale, e shoh që nuk është saktë raportuar edhe duhet me punu në këtë drejtim që me këta indikator me qenë sa ma të saktë dhe me umbledh sa ma mirë një që me pas një pasqyrë sa ma të qartë për këtë problem. Kjo që ka përmendet fakt edhe sjell tek pyetja tjetër që ka të bëjë me organizimin e shërbimeve. Duhet di se QKUK-ja ka, jo është niveli më i lartë terciar si qendër referente, po ka dhe rolin akademik, përgatitjen profesionale. Tani në bazë përvojës tuaj, a mendoni se modeli aktual i shërbimeve në këtë rast të QKUK ka nevojë për reformim? Dhe cilat kishin me qenë disa prej reformave apo çfarë drejtimi me u? Unë e njoh mirë këtë sistem. Kur kom hi mas pari në punë me u marrë me SHSKUK-n, e kom pas detyrën e parë krijimin e strukturës së SHSKUK-s. Sepse SHSKUK-ja ka qenë aprovuar me ligj, nuk ka pas strukturë, ka pas disa individ që kanë pas double role, do me thonë edhe një punë tjetër dhe një rol dyfisht. Edhe në gjatë kësaj pune ju marrë tepër shumë me kuptu qysh është gjendja, e di qysh e kemi planifiku, qysh janë spitalet e përgjithshme, qysh është QKUK-ja, qysh janë statutet, rregulloret edhe krejt këto sene. Edhe tash, kur e këshyri për perspektive sodit edhe me u përgjigj në pyetjen tone, mendoj që duhet me u bë disa ndryshime. E para, në nivel të QKUK-s nuk mundet një drejtor me u marrë me 38 klinika dhe institute të ndryshme, është absolutisht e pamundur,
Më thonë një mbledhje javore, apo mujore, apo 2 javore, çfarë do që t'jetë me 38 vetë në dhomë, apo përcjellja e 38 klinikave për një ekipi është e pamundum. Kështu që ideja ime është me nda sipas klasterave klinikat. Për shembull, për marrim një shembull më të lehtë, gjithmonë e marr kardiologjinë, se është shembull i lehtë edhe është kogja interesant, domethënë klinika kardiologjisë, klinika kardiologjisë invazive, klinika kardiokirurgjisë, klinika kirurgjisë vaskulare, mundën me qenë një klaster i klinikave, që me njëherë pej 5 klinikave i bojmë një klinikë, mandej institutet një klaster, mandej klinikat e sëmundjeve të mbrëmshme një klaster, dhe kështu në këtë mënyrë krijohet një farë shtrese e re menaxhimit edhe mundson një menaxhim më të mirë. Kjo është për ÇKUK. Sa i përket spitaleve të përgjithshme, mendoj që spitalet e përgjithshme duhet mi zhvillu sipas kompetencave. Domethënë mi au dhon ka një kompetencë, ka një drejtim. Për shembull, spitalit PS me hulumtu në aspektin e personelit edhe të pajisjeve edhe të demografisë edhe gjënave tilla, dhe shembull po them del që është për ortopedi, me zhvillu për ortopedi. Me profilizu. Domethënë këtë rajoni me shku atje, spitalin e Gjakovës për diçka tjetër, spitalin e Prizrenit për diçka tjetër. Edhe këto janë 7 spitale të përgjithshme, se nuk folëm pak, ndoshta është dorë pak në fillim mi u shpjegu, po janë 7 spitale ÇKUK-ja me 38 klinika, edhe SHKUK-ja si ambrell, kjo është pjesa e mjekësisë sekondare dhe terciare. Kështu që kjo është ajo më përgjigja në pyetjen tonë, çush e kisha pa unë zhvillimin e ristrukturimin e organizimit tanishëm të ofrimit të institucioneve për ofrimin e shërbime. Përmendet menaxherin, ngarkesën, mënyra e raportimit, tash përmes bërthy pak më shumë rolin menaxherial dhe autonominë. Tu e di se përvojat zakonisht kërkojnë që menaxheri me pas një autonomi, po edhe në anën tjetër kjo ja mundson për shembull me menaxhu më mirë, më efektiv buxhetin apo resurset, edhe në këtë mënyrë me kërku llogaridhënien. Sa është kjo e praktikuar? Kanë menaxherat autonomi, qoftë në spitalet e përgjithshme apo në ÇKUK? Tash varet për cilët menaxhera flasim. Nëse flasim për drejtorin e SHKUK-s, ka autonominë e nevojshme. Se është përgjegjës e ka buxhetin dorë vendos për gjëra. Nëse flasim për drejtorin e ÇKUK-s, po ashtu e ka autonominë e nevojshme sepse i ka buxhetin edhe gjërat e tilla. Edhe nëse flasim për drejtorat e spitaleve të përgjithshme, po ashtu e kanë buxhetin edhe i kanë autonominë për me vepru. Nëse flasim për drejtorat e klinikave të ÇKUK-s, që mundën me në raste të caktuara më të mëdha se spitalet e përgjithshme, nëse marrim klinikën e ginekologjisë për shembull, drejtori s'ka as buxhet për me ble kafe apo material për reprezentacion, lere mo me pas ndaj vendimmarrje për gjëra të tilla. Nuk ka kurfar kompetence, ka kompetencë për aprovimet pushimeve, aprovimet kujdestarive, gjërave të tilla. Edhe krejt çështje tjera, pastrimi, furnizimi me bana, ku ta diun e çështje tjera i varën për nivelit menaxhimit të ÇKUK-s. Domethënë këtu duhet mu punu diçka, këto muna me lidhë edhe me këto sigurimet shëndetësore, se nëse kemi aprovu ligjin për sigurime shëndetësore dhe presim me fillu sigurime shëndetësore, unë e shoh atë problemin më të madh te ky niveli i klinikave, ku kryhet 80% e punëve të shëndetësisë në Kosovë. Aty duhet me pas administrat, duhet me pas sistem i cili proceson fakturat, DRG-t, pacientat, shpenzimet, furnizimet, akreditimin e institucioneve dhe shumë sene tjera. Domethënë kjo është sa i përket saj. Mirë, po njëjtën kohë kur jemi te menaxherat e shëndetësisë sot,
ndoshta është mundemi munal të një fakt kur po kemi mungesa të banave të caktuar në sistem apo kur po kemi mungesa problemet mungesës shërbimeve të caktuara, atëherë po bëhen shumë mediale dhe po akuzohen pa drejt menaxherat e shëndetësisë pse nuk po marrin vendime. Shembull ta marrim nëse është për një citostatik, kompanit luftojnë njëra me tjetrën edhe përfundojnë OSHP shembull. Ajo procedurë në OSHP shkon me mujt tona, edhe tash drejtori është përgjegjës për me siguru atë barë, edhe nëse siguron me rrugë të shkurtume, duhet me thyj ligjin, edhe përgjegjet për atë punë, edhe domethënë ka shumë dilemë të mëdha a me marr vendim, a mos me marr vendim. Si ju përgjegj kërkesa. Po, mos me marr vendim qysh, me marr vendim qysh. Është si me ble domate kastraveca, njëjti ligj si me ble barna. Shembull hemodializa. Ty të blokohen, të hinë në luftë 2, 3, 5 kompani së është me rëndësi, edhe të blokohet tenderi edhe furnizimi, edhe nëse nuk e siguron dializatin, pacientat pësojnë. Tash e merr vendimin drejtori i përgjithshëm apo drejtori i institucionit në fjalë, edhe nesër i pështon pacientat edhe këtë ato nesër duhet mu përgjigj për ato. Duhet me shku me dhonë deklarata, nuk e di ku i përfundon ajo punë. Edhe manej, ku me pas motivin ai drejtuesi i organizatës për me marr vendime të tilla. Po guximin për me. Po, motivin po them, se guximin mos po tutna mos po i ofendoj, po them motivin. Kështu që këto janë probleme të cilat duhet me u trajtu në tarmen, sidomos me mënyra prokurimit për barna dhe për shërbime shëndetësore, duhet me u bo një ligj i veçantë i cili e ndon këto për prokurimit publik edhe krijon një farë pethi apo një farë shtegu i cili është akceptuar në shtetet evropiane ku këto furnizime as nuk diskutohen. Mundën kompanit me hi në probleme tyre me OSHP-ja, me gjana tilla, po bare sigurohet. Furnizimi vazhdon. Edhe personi i cili është përgjegjës për me marr vendime, është i sigurum që nuk ka konsekuenca për kësaj pune. Ka konflikt interesi, përveç asaj ka dhe detyrë, po dhe në një farë mënyrë është i mbrojtur. Është i mbrojtur, se fjala më e mirë i mbrojtur, po. Që është esenciale, se për çdo natë i ndëgjojmë lajme jo, po mungon kjo, jo, po mungon ajo. Kërkush njerëz që nuk janë të involvuar në këto procese, e kuptojnë që dikush s'po don me ble ato. Po, tash me qenë se jemi tek barnat. Po. Për arsye të ajo çka e dim ne zakonisht buxheti më të madh e absorbon apo është i alokuar për këto shërbime klinike universitare të Kosovës, që përmendet është CKK-ja dhe 7 spitale tjera përgjithshme. Sipas për llogaritje rreth 52% të krejt buxhetit të alokohet nga qeveria për shëndetësi i absorbon ky shërbim. Megjithatë, prapa ajo që përmendet në media apo dhe në baza ditore, ka mungesa të bana. Tash me u kthy mbrapa edhe një herë në kohën kur kemi qenë pjesë, si ka qenë gjendja, cilat kanë qenë sfidat, si është menaxhu, çka ka qenë probleme në baza ditore. Atëherë ka qenë gjendje e keqe. Spori buxheti, siç folëm fillim, edhe buxheti ka qenë i vogël, blerja e banave nuk ka qenë organizuar me nivelin që është sot. Raportimi për stokun e banave ka qenë, që muj me au spjegu një lloj anekdote për këto. Unë i pyetësha sa kemi është lista esenciale, cila duhet më kone përmbushën. I pyetësha sa e kemi listën e përmbushën, të ishin 90%. Banat kërka heq. Qyshbe 90%, hajde nështë ta kanë gabu, qërne edhe një herë, analizone. Kur shkova u thellova në temë, edhe ta e bëjshin matin me sasi me numër të tabletave dhe të flakonave akuta dione, jo me kontrata dhe me llojet banave.
Edhe manej na dule ajo dikun as 40-50%. E mandej morën masa edhe përmirësumat dhe mënyrën e raportimit edhe filloi gjendja me u përmirësu nga dal. Mandej, banat u procesojshin me letra me shkresa. Nuk kishte depot përcaktuar për bana. I bom 11 banatore klinike në për secilën klinik, i formalizum kreshkartat apo këto tavolinat cilat s'po di shqip qysh shpërndarëse të banave, se ato e në lloj depo formale edhe përmirësum gjendjen. Sot mendoj që është gjendja shumë më e mirë, ekziston edhe softveri, edhe dihet kur kryet kontrata, e lajmëron po kryet kontrata, qitni procedurën e prokurimit, kamet edhe kaq sasi, është bërë shumë një softver i mirë, më kujtohet, kom punu shumë me një ekip në atë kohë, edhe po pyeta një kolegë që punon aty, e takova një ditë edhe më tha që po funksionon shumë mirë, kështu që kjo është, që si ka qenë edhe si është sot. Po gëzohem me ndëgju këtë njëra prej proceseve që kanë betë dhe vazhdojnë me funksionu, po tash përsëri me qenë si jemi të kjo pjesë e banave, pajisjeve, në post të përvojës, si është menaxhu, sidomos aparatura, sepse kjo merr edhe absorbon përsëri, apo është një kosto shumë e lartë blerja pajisjeve, mirëmbajtja atyre, ndonjëherë nuk është vetëm blerja, po duhet me konsideru edhe procedurat e tjera, a është për shembull trajnimi i punëtorëve apo profesionistëve shëndetësor. Tani në këtë fushë, si ka qenë gjendja, si keni bë zgjidhjet, edhe cilat kishin me qenë disa prej propozime për shembull për me adresu apo për me përmirësu këtë. Gjendja ka qenë shumë e keqe me pajisje, nëse më kujtohet sakt, kur e bom inventarin e pajisjeve ekzistuese, kanë qenë 5-6 ultrazona në kretë që kënë. Kanë qenë ka një ultrazon, 2 ultrazone për këtë spitalet e përgjithshme. Mandej ka qenë një laparoskop në këtë Kosovën, ka qenë një laparoskop në klinikën e kirurgjisë abdominale, edhe ajo është quajtur qendra laparoskopike e Kosovës, ku laparoskopi është pjesë e këtij sallave në botës normale, sot nuk punon kush pa me kirurgji të hapur, vetëm rastet kur ka komplikacione. Mandej pajisjet ju mbledh shumë shtrejt. Këto çmimet referente të pajisjeve kanë qenë shumë të larta. Mandej ka qenë ai mindseti që duhet me blerë një pajisje brand të shtrajt, se ndryshe nuk ban. Edhe mandej e thyma ta, i olëm çmimet referente, edhe fillun me hi pajisjet, më kujtohet dikun ultrazonat për diagnostifikim përgjithshëm me 3 sonda, i patëm marrë dikun 14.000, 15.000 euro copën, i patëm ble me njëherë 10-15 copa, edhe me njëherë u distribu në shembull, kur u murë emergjenca, një ultrazon, isha shumë i gëzuar se për vike një pacient në emergjencë, se ju marrë kogja shumë me emergjencë, duhet me bu një emision special për emergjencën. E merë një pacient në emergjencë, duhet me hypë 4 në radiologji, mi abo një ultrazon. Të merë, ose me morë atë ultrazonin pej radiologjisë, me shdryp 4 poshtë, me lidhë, s'punon shtekere, s'punon rryma dhe këtë ato sene. Mane janë nisën u furnizun me pajisje, me monitora, mane me një rezonancë plus, një CT plus, mandej në poliklinikat ambulantore, u vendosën bon kabinetet e ultrazonit, vishin pacientat për vizit të mjeku specialist, ju kryke edhe ultrazonit njëtën kohë edhe rengeni, kështu që u përmirësu gjendja shumë. Mandej kjo ndihmoi shumë Kosovën për me te kalu pandemin. Unë vetëm ka njëherë mendoj me na pas ndodhë pandemia 2018, ishim zdi çka ish bu. Qysh ka qenë gjendja e spitaleve. Shqipnimet s'kishin qenë gatshme. Kishin qenë katastrofë ka qenë.
Po dyqysh na priti pandemia derisa e prum sistemin me një nivel që mundet me jap një respons, një përgjigje sado kudo nivelit mesatar. Edhe e menaxhu mirë pandemia dhe mandej edhe mas pandemisë ka vazhdu furnizimi me pajisje. Edhe sot mendoj tash me përgjigj në pjesën e fundit pyetjes tënde. Edhe sot mendoj që niveli i furnizimit me pajisje në Kosovë është i mjaftueshëm. Duhet tash më fokusu në trajnime, duhet më fokusu në gjërat në rritjen e numrit personelit, mirëmbajtjen e mirë këtyre pajisjeve që i kemi, utilizimin maksimal, zvoglimin e listave të pritjes, organizimin më të mirë dhe gjërat e tilla. Para se me lëviz apo me bë pyetjen tjetër këtu ndëgju tërë këtë, pse nuk është praktik kjo mu evidentu me qenë për shembull për tërë opinionin se si ka qenë gjendja, çka është arrit, edhe cilat kishin me qenë disa për prioritete për menaxhmentin i cili vjen për shembull me vazhdu procesin ose reformën. Se na nuk i shkruajmë gjanat, nuk mirëm me këto sene. Une, kur punoj me studenta e programit master në kolegjin e IMR, shpesh ju flas, se janë menaxhera tashëm edhe ju marr shembull kontekstin e punës time edhe ka shumë shembull edhe ju jap edhe detyra, ju jap edhe dokumente të caktuara. Po tash pse nuk e bojmë këto gjëra, nuk e di. Keq është se duhet me mësu për këtyre seneve. Është e pafaqshme që e kanë lënë shëndetësinë atë gjendje. Edhe njerëzit kanë menduar që çashtu duhet me qenë, se s'kan po ma mirë. Unë po e ngres këtë sepse këto që apo ndonë me neve këtu nuk ka as libra, as në publikime, këtu jam probleme baza auditore, cilat janë me rëndësi dhe menaxheri vendosen një pozitë që do të me bani zgjedhje, si ajo që përmendë për shembull divizjen e pajisjeve. Tash po ndërlidhemi pak me cilësinë, sigurinë e pacientëve. Si e vlerëson cilësinë e shërbimeve, këtë rast po referohem përsëri në spitalet e përgjithshme dhe QKK, përfshirë edhe infeksionet intrahospitalore. Po tash, kur flasim për cilësinë, cilësia matët me mbijetesën e pacientëve, nivelin e invaliditetit, problemeve ndryshme cilat ndërlidhen me trajtimin e pacientëve, cilësia ne kemi mjek të mirë, kemi edhe staf infermieror kogja të përgatitur, kemi mjek të fushave të ndryshme, deri me por punën, cilësinë e punës së tyre, domethënë e ndikojnë kushte. Tash me ndërlidhur me përdorimin e antibiotikëve, kjo është një pyetje ekselente që ma ki bo. Në menaxhiment shëndetësor është sfidë e madhe dhe është tregues i madh përdorimi i antibiotikëve për profilaks të pacientët e operuar. A përdoret e na po përdoret për secilin pacient. Pse përdoret? Se pastërtia apo niveli i pastërtisë cili duhet me qenë në sallat operative, apo në dhomat e pacientëve, apo në dhomat e intervenimeve, apo pajisjet këto mbrojtëse, cilat përdoren, apo kultura e përdorimit, sterilizimit të materialeve të ripërdorura dhe gjërave tilla, përgjegjësia e njerëzve, krejt këto e bëjnë, e krijojnë një situatë ku është domosdoshme përdorimi i antibiotikëve për gjatë intervenimeve. Gjërsa në vendet e zhvilluara, antibiotikët përdoren kur intervenohet në persona të cilët kanë tendencë për infeksione, siç janë, për shembull, për marrin diabetikët apo pacientët tjerë me probleme të ndryshme të imunitetit, traumes imunitetit dhe gjërave të tilla. Në qenë se e përmende kushtet, tu e pas edhe njëra me shvizu rase me ju për cilë mirënjohjet edhe respektin edhe falinderimin gjithë atyne profesionistëve shëndetësorë që punojnë edhe angazhohen
qoftë edhe në kohën kur ka qenë Covidi, po edhe në baza ditore për me ofru shërbime sa më të mira. Tash tema ka të bëjë lidhur me infrastrukturën, kushtet përcjellëse. Si është apo si ka qenë gjendja për shembull menaxhimin e ushqimit për pacientë, sepse këtu vinë edhe shërbimet e tjera përcjellëse, si që përmendë infrastruktura, higjiena, pastërtia, siguria, si ka qenë përfshirë edhe numrin e madh, për shembull se ne shohim veturave, ju keni bërë një reformë të madhe aty sa i përket aranzhimit të parkingut, po ka një fluks të madh të veturave. Po. Sa i përket ushqimit, gjatë ne kemi punu në drejtim për me hulumtu si është kvaliteti i ushqimit edhe si bëhet distribuimi i ushqimit. Se ka një kosto ko gjatë madhe, nëse vetëm QKK-ja që ka 1200-1300 shtretër. Utilizimi 62%, 70%, dhe më thonë jenë 800 shujta. Herë 3 në ditë ka 800 shujta, me konë ka 2 euro ato, 8-6 të bojnë 5.000 euro në ditë. 50.000 euro në ditë. Edhe është kosto shumë e madhe. Edhe bo më lumtimin edhe tha, më interesoj ke gjatë vikendit që është planifikohen shujtat. Se tash kemi pacienta kronik, shumë pacienta që gjatë vikendit shkojnë në shtëpi, për spitalit dojnë mu pastru, apo dojnë me po familjarët, apo me pushu, edhe ne si mjek e planifikojmë këto, kur janë pacientat në gjendje që mundën me shku në shtëpi. Ma ne pranohëm pacienta të rije, kretë ato, edhe po pësë, po thëmë, qysh bëhet planifikimi ditor i gjatë vikendit për shujtë ashtë. Edhe po më thëjnë, po krye infermierja e bën këto të premten, dhe mbyllë në ora 12, se në ora 2-3 shkonë në shpe, edhe bën edhe për të hanën. Dhe më thënë, tash mundesh me paramenu e shtune, e dile, e hane, qëfar humbje është, sa shujta hup aty, se është edhe personeli i merë shujtat, si kujdestar që rrinë. Ma ne mu kujtu po pysë për bana. E bana kush i jep të shtunën, kush i jep djelen, kush i jep të hanën me nxes deri sa djene. Pa e bojmë një farë planifikimi edhe kërkush është për gjatë kejtë kësaj periude për me dhëmë banat. Edhe neve nga përfundojmë familjarët të dolë me vle, bana, bare është nësi. Dhe më thonë, këtë shembull e mora me folë për nevojën e madhe të organizimit. Nuk kemi mu nevojë për pajisje, për infrastrukturë, për renovime, kemi nevojë me rregullu këto gjana. Gjana thjeshta cilat janë bazamenti i përmirësimit të trajtimit pacientëve. Mendoj që këtu janë disa prej problemeve cilat janë pa dukshme në thojza, po ndikojnë shumë në funksionimin edhe shërbimet, përfshirë edhe ajo ankesat, pastaj apo priturat nga shërbime shëndetësore. Tash me qenë si përmendur profesionist shëndetësor, duke pas parasysh edhe numrin, po edhe zhvillimet cilat po ndodhin, për shembull migrimi, po mundona me përmbledh. Si ka qenë gjendja, si është tani gjendja për shembull, në bazë përvojës juve lidhur me kapacitetet, por edhe me çështjen e migrimit të profesionistëve shëndetësor. A ka me pas kjo ndikim në ofrimin e shërbimeve në QKK edhe në spitalet e përgjithshme? Kjo problem, po, shumë problemi madh, tepër problemi madh. Në sistemin publik në Kosovë, na kemi dikon 1.5 mjek për 1.000 banor. Sistemin publik po flasë. Totali kemi 5.000 mjek, 5.200, 4.800 lëviz ky numër, varësisht cilin periudhë vitit bëhet update. I kemi, do më thonë, 1.5 mjek, gjërsa Evropa i ka dikun 4. Edhe rajoni i ka 3, jo, Evropa i ka diku 8. Në sistem publik, edhe rajoni i ka 4, 5. Ma ne në aspektin e infermiereve i kemi 3 infermiere në 1.000 banor, dikun të punësuar në sistemin publik. Dikun 4.500 dhe 5.000 infermierë dhe teknikë punëson në SHSKUK-ja, që janë në QKK dhe në spitale përgjithshme.
Këto janë numra të vegjël, edhe është problemi kryesor, i cili duhet më adresu për me përmirësu trajtimin e pacientëve në spitalet publike. Duhet më rritë, sidomos numri i stafit infermieror. Infermierët sot kanë ngarkesë të madhe. Ka shembull për marrë në qëndrimin se cilit na ka rënë me pas një familjar në spital publik për ndonjë problem caktuar, edhe duhet me shku me lënë punën, njëri për familjarëve duhet me shku me nejt 24 orë me pacientin, se s'ka kush e këshyr. Shembull për marrë në një repart me 20 shtretër, mos t'i jap emna, i ka 3-4 infermier. Ku mu shky ata? Në këtë mirë është barë për familje. është barë për familjen, ma nej familja hu punën, më thënë është qark vicja. Duhet urgjentisht me rrit numrin e stafit infermieror edhe mjekve po ashtu. Tash qysh ka me konë gjendja? Neve na dalin për çdo vit 100 dhe 150 mjek prej Kosovës. Na shkojnë sidomos mjek të ri. Mandej kemi në pension dikun 7-8% pe këtyne 5.000 në 7-8% në pension. Mandej kemi moshën 55 dhe 65 vjet dikun 24% mjekve, cilë pritet me dalë në pension 10 vjet të arshme. Mandej na hynë si të hyra i kemi 120 dhe 140 për Universitetit Prishtinës edhe Tetova një 50-60. Shkupi Tirana, Kutadione, në total një estimation është që vinë 300 hinë, po edhe 300 dalin. Edhe na kem nevoj për mjek shtesë, dhe më thënë se kem gjendje mirë. Sa mjek kem pa punësum. Sidomos, kur flasim që kemi mjek të pa punësum, dikun rreth 400 mjek që të përgjithshëm, nuk po flas mjek të stomatolog, që janë edhe ma shumë, janë pa punë. Punojnë punë IT, kamariera, gjona tilla dhe nuk ka punë. Dhe më thonë, është urgjente me u bo integrimi tëne në për spitale edhe me i rujtë, mos me na i marë Gjermania, se krejt ka me na i mbledh. Është urgjente me i marë punë, këta me punësu si assistant doctors, me shku mas mjekve specialist, me au mush raportet, me bo përvoj, me pa vetëm për qëfar teme janë, për qëfar fushë janë, po mu përcaktu. Nuk na kushton kur gjohë me jo jap një pag mesatare të Kosovës, a pak për mi mesatare, që kish me qenë shumë e knaqme për ta. Do të unë jam një fajter i madh i kësaj çështje dhe të falenderoj shumë për këtë pyetje, edhe që më lejove me bo këtë apel. Doktor Dritan, ne përmenë vliza prej pikave shumë e rëndësishme i përket ngarkesës, po edhe për shembull numrit të profesionistëve shëndetësor. Ajo që ka dishta ma tepër me diskutu është ngarkesa, shërbimet apo ngarkesa punëtorëve shëndetësor në QKK, po edhe në spitale, sidomos në QKK, cilë vinë ose përmes referimit ose vetë referimit. Edhe në këtë kontekst ne nuk e përmendëm edhe kujdesin primar shëndetësor. Tani, si ka qenë praktika, a mundet kjo me regullu, si ka këshin qenë disa prej shembull këshillave se me menaxhu kjo ma mirë. Neve shumica e pacientëve na të kalojnë shëndetësinë primare, apo mjekun familjar që kemi super mjek familjar dhe super sistem të organizuar të mjekësisë familjare këtë Kosovën edhe na vinë direkt te specialisti. Kjo është e lidhur me shprehinë e njerëzve, është një farë shprehije. Unë e di, sidomos edhe tash në aspektin e inteligjencës artificiale, njerëz të kanë një dhimbje qafa ku ta diun edhe i thot atij qatit po më dham qafa edhe i thot shko te neurologu edhe ignor komplet mjekun familjar që ka 5 minuta për shtëpisë. Edhe ma e zeza kësaj pune është që na vjen te subspecialisti pa uzim edhe pa referim edhe e pranojmë. Dhe me thonë, kjo duhet më undalë. Në kohën tonë, kur pa të marrë me këtë temë, e pa të më zbulu që është një uzim administrativ dhe dikun është një pagesë 10 euro dhe nëse nuk ka personi uzim, nuk ka uzim
mjeku familjar edhe janë i bëshim qarqë, edhe janë nisën me undal. Pagesat. Nisin me undal. Po tash sot nuk e di saksisht qysh është, sa është, po muj me paramenu që është problemi madh. Se po shoh familje, po shoh po shoh me çka po bëhet me fizioterapi, shkojnë njerëz të kam nevojë për fizioterapi, a nuk ka kurfar hulumtimi, çfarë problemi ka. Shkoni bën 10 seanca fizioterapi, apo merr bona me chat me inteligjencë artificiale. Tash me që jemi këtë tim, 2 pika të shkurta, njëra sepse po ndëgjojmë ose për shembull është ndërtimi i spitaleve. Bazë krejt kësaj që po ndëgjojmë, a ka nevojë me ndërtu spitale, edhe në këtë aspekt me qenë se përmende ma herët, sidomos shërbimet në ambulanca specialistike. Si ka qenë, si keni rregullu këtë? Tash me të përgjigj pyetjen e parë, a ka nevojë më ndërtu spitale? Po, këto spitale tona janë shumë të vjetra, a ka prioritete tjera? Po. Domethënë përgjigjja është po ka nevojë, por nuk janë prioritet sot, se kemi probleme tjera. Duhet me shtu personelin, duhet me rregullu menaxhimin, duhet me ndres do sene të thjeshta. Kur ti ndresim këtu tek mandej me mendu me bo spitale të reja. Se spitalet e reja dojnë punëtor, dojnë mjek, dojnë infermier, dojnë organizim, dojnë menaxhiment edhe shumë gjëra të tilla. Një planifikim dhe prioritizim. Normal. Kjo ke për spitalet. Pyetja ndërlidhur ke për ambulanca specialistike. Po, ambulanca specialistike. Ka fluks të madh, po ne që ju keni punu me një mekanizëm. Kemi pas përpunu një objekt i cili ka qenë gjysë për administrat, gjysë për ambulantat ortopedisë edhe të fiziatrisë, edhe patëm update komplet projektin, edhe patëm punu shumë shpejt, edhe patëm bo ambulantat specialistike për të gjitha degët, i patëm marrë një 2 IT vullnet mirë, 2 djemë që më kujtohen si sot, me ta kum punu një muj ma bon softverin, një farloj softveri edhe përpunu në ato softverin e radhës. I blenë ato televizionat edhe bëj ke i vishin njerës, u registrojshin i vike radha, heke, kryke pun, shkojke edhe u bo fenomenal edhe a i vend funksionan edhe sot. Edhe shumë jam i gëzum kur po më tërgë, se nuk më ka ra fatmirësisht me smue me shkujë atje, po dëgjoj për njerëzve që po funksionon mirë edhe jam shumë i gëzum. Ka qenë projekti më mendu mirë edhe i qëllum. Të rditon tash i kemi edhe 2 pika, njëra ka të bëjë me mësime, të e pas parasysh këtë përvojën e juaj njohurit. Çka kështë propozua, pa si kështë mujtë me nda mësime, sidomos për menaxherët e ri në spitale, po dhe menaxherët e tjerë. Po tash, se cili kontekst është i ndryshëm. Menaxheri është tepër i rëndësishëm për institucionin, duhet me arë me fillu me punu me prioritetet, dhe më thonë, të tonë kemi qef me marru një spital komplet ri, me inteligjencë artificiale, me digitalizime me sene, po duhet mishtri kom sa kemi organin e gjatë, kjo është detyra e menaxherit mirë, mi utilizu njerëz maksimum, mi utilizu resurset maksimum, mi rujt këto asetet cilat i ka, edhe nëse ka një qasje t'il praktike, gjithë menaxher është i suksesshëm. Na e kemi një farë edhe në kulturën tonë që me arë me bo një farë ndryshimi, se mu majtë në vend. Kjo shpresoj që gjeneratat e reja që po vinë fëmijët tonë nuk kanë me pas këtë farë kompleksi, që po kanë me marrë me punën kur të marrin me pas vazhdimsinë edhe me eca si proces, e jo gjithmonë me konë egoja i secilit prej nesh pjesë e aktivitetit tonë për një gjahë cila s'është e jona. Ose me fillu për fillimit. Po, me janis për fillimit, me bo diçka që s'ka bo kërkush edhe kjo është për me qajtë. Tani prioritetet për tame. Cilat mendojnë se do t'jenë 3 prioritetet më të rëndësishme për 10 vite tashme. Për spitalet e përgjithshme dhe që po. Spari personeli shëndetësor, prioritet numër 1, duhet mu marrë me këta mjek tonë të ri, duhet mu marrë mi u siguru edhe punësim si që falem më parë, edhe trajnim, edhe paga,
duhet me luftu në thojza me Gjermaninë edhe shtetet tjera që na i marrin, se janë aset i madh. Kjo është një. Dy është menaxhimi. Domethënë duhet jo mi marr mjekët, specialistat, mi bo menaxherat klinikave, po me qitë konkurse me marr menaxhera që ja kryejnë kurse specialistit për me kry punën e vet. Se çka kemi bona, e marrim një super specialist e bojmë drejtar të klinikës ginekologjisë shembull. E kemi marrë një operator super të mirë për pacientat edhe e kemi bu administrator. Edhe administratori na kushton shumë ma lirë me kriju se super specialisti. Dhe më thonë, kjo është qari zarari. Edhe duhet mirë me këqyrë këto, dhe më thonë fokusin e menaxhim. Edhe e treta, digitalizimi apo inteligenca artificiale edhe inovacioni me u implementu. Kjo mundet me na ndihmu shumë në vitet në vijim. Kemi një rini të fortë që të miren me këto sistemet IT, kemi kompani të forta, duhet mu fokusu, janë popullata po plakët, janë metodat e reja të përcjelljes pacientave në shtëpi, trajtimit në shtëpi, online ajo, me një orë smartwatch ja përcjell gjendjen komplet. Dhe me thonë, këto janë ato 3 të parat. Ka edhe shumë tjera, po ti më tha 3, unë ti thash 3, edhe shpresoj që kena me shku në drejtim të mirë. Faleminderit shumë për kohën edhe për ndarjen e përvojës me neve. Na do të vazhdojmë një mënyrë të tillë të epizoda tjera me sjell menaxher, po edhe zyrtar të larë për me nda përvojën me qëllim me përmirësu edhe për me avansu politikë bërjen. Kështu që edhe një të falenderoj shumë. Edhe ju falenderoj të gjithë ata që sot na keni përcjell deri në episodin e radhës. Mirupafshim.